Trump kërcënon Iranin. Sulm i ri në horizont. Administrata Trump e quajti një sukses madhor ushtarak bombardimin e objekteve bërthamore iraniane vitin e kaluar. Bombarduesit B-2 hodhen 14 nga bombat më të fuqishme në botë. Objektivat u goditën, pa viktima amerikane, pa humbja aeroplanësh. Tani, Donald Trump po kërcënon me një sulm të ri ndaj Iranit. Këtë herë, thot ai, në mbështetje të qindra mijëra iranianëve që protestojnë kundër regjimit në Tehran. Ndryshe nga sulmet bërthamore, objektivat e reja do të ishin qendrat e komandës së gardës revolucionare, forcat basi dhe policia iraniane, shtylla e represionit brutal. Këto objektiva ndodhen në zona të populluara. Çdo gabim mund të thotë viktima civile, dhe kjo mund të kthehet në fitore propagandistike për regjimin iranian. Sulmi duhet të jetë absolutisht i saktë pa viktima, paralajmërojnë ekspertët ushtarak. Por, çfarë armësh mund të përdorë SBA-ja? Në lojë janë raketa Tomahawk të lëshuara nga një anije dhe në ndece, larg brigjeve iraniane. Një tjetër opsion janë JASSM, raketa precize me rreze deri në 1000 kilometra, e lëshueshme nga F-15, 18, 35 dhe bombardues strategjik. Edhe dronet janë pjesë e skenarit. Mes mbështetjes për protestuesit dhe rrezikut të gjakderdhjes, një sulm i ri ndaj Iranit mund të ndezë një kapitull edhe më të rrezikshëm në lindjen e mesme.